Bijtë e Shqipes, aktiviteti veçantë i nxënësve të shkollës. Nxënësit e shkollës, bijtë e Shqipes së bashku me mësueset e tyre zhvilluan një aktivitet të veçantë në ambientet e jashtme të kësaj shkolle, të rinovuar duke kontribuar në zbukurimin e saj me lule pranveret, pajisur me lule shumë gjyshe, siguruar nga prindit, si dhe me vegla pune, fëmijët u angazhuan me entuziazëm në mbjelljen e tyre, duke kthyer roporin në shkollës një hapësirë të gjatë të ngjyra. Aktiviteti u drejtua nga Bashkimi Bërdufi, ishte antar i Këshillit Drejtues, i cili udhëhoqi nxënësit në procesin e përgatitjes së tokës dhe mbjelljes së luleve, duke i mësuar jo vetëm për kujdesin ndaj mjedisit, por dhe rëndësinë e punës së përbashkët. Ky organizim shërbeu si shembull i bukur bashkëpunimi në shkollës, prindërve, komunitetit, duke forcuar ndjenjen e përkatësisë dhe kujdesin për hapësirat e përbashkëta. Përmes aktiviteteve të tilla, bijtë e Shqipes vazhdon të promovojnë jo vetëm edukimin akademik, por dhe vlerat qytetare.